seancat të tjera, për shkak se gjatë seancës së sotme u vendos për 3 seancat e radhës, me 2 korrekt, me 9 dhe me 14 korrekt. Me 2 korrekt është e parapor vetëm seanca e pasdites, kurse me 9 dhe me 14 korrekt u parapo që të filloj në mëngjes dhe të vazhdoj deri në përfundim të orarit. Kështu që nëse vazhdohet me seanca kështu blok, konsiderojmë që mund të përfundoj shumë shpejt, pasi që mund të përfundohen 2 apo 3 dëshmitar brenda dite, kështu edhe të vazhdohet pastaj me administrimin e provave nëse nuk ka dëshmitar të tjerë që do të propozoj mbrojtja. Nuk mundem me ditë sakt se sa mund të vazhdoj, por që vendosja e këtyre seancave blok kaq mirë sa u vendosën sot, besoj që do ta përshpejtoj. Dhe jo si mbrojtja e viktimës në këtë rast, si e prisni epilogun e këtij rasti? Para epilogut, ne si mbrojtje, në fakt si përfaqësues të palës dëmtuar, para se të vijë epilogu, tani për tani është momentumi ku duhet Shteti i Republikës së Kosovës që të kalojë një test tjetër, pra Instituti i Psikiatrisë Forenzike që do ta marrë në trajtim rastin e Naim Oselit, duhet të kaloj testin dhe më të vërtet të bind qytetarët e Kosovës që gjitha ato që thuhen për Institutin e Psikiatrisë Forenzike si një institut i cili do duhet të ishte një institut i pavarur, por që ka pasur disa thashe theme në lidhje me atë se ky institut shpeshherë është keq përdorur për t'ia zbutur dikujt dënimin, shpeshherë është keq përdorur për ta liruar dikë nga përgjegjësia penale, është tani për tani është testi ndaj këtij instituti që një person si Naim Oseli, i cili sot me vetdije të plot dhe konsideroj me aftësinë e plot mendore, tha që është i gatshëm të mbajë dënim me burgim të përjetshëm nëse vërtetohen ato të cilat prokuroria i pretendon akt akuzë kundër tij. Pra, formulimi i këtyre fjalëve kaq të sakta, koncize dhe pa asnjë gabim nuk mund të jetë produkti një personi me shpërbullime mendore, po ashtu mospasja në asnjë dokumenti që vërteton në një shpërgullim mendor në të kaluarën, duke shpresuar në profesionalizmin e IPFK-s, do të duhet të kalohej një test dhe të vërtetohej nëse me të vërtetë IPFK është institucion i pavarur apo është institucion i cili me të vërtetë mund të bie prej ndonjë trysnie apo edhe ndikimi në forma të ndryshme. Pra, përfundimisht konsideroj që vendosja e ligjshme në IPFK do të vazhdoj pastaj edhe në vendosje të ligjshme edhe në përfundim të këtij shqyrtimi me dënimin e të akuzuar. Zoti Sylla, dhe fundit i përmendën edhe më parë fëmijët, e di që janë të mitur dhe deklarata thatë që kanë në institucionet suedeze dhe do të kërkoni që deklaratat e tyre të përfshihen si prova në këtë rast. A ka ndonjë mundësi ose a mund të pritet që edhe në gjykatën e Prishtinës të intervistohen të njëjtit për këtë rast? Mundësia është shumë e vogël, për mos të thënë minimale apo e pamundur, pasi që të njëjtit tani për tani janë në kujdes të shtetit suedez, nuk besoj që shteti suedez do të lejonte marrjen pjesë të tyre në një seancë e cila jo që nuk do t'i ndihmonte në rehabilitimin dhe në rikthimin e gjendjes më të mirë të tyre emocionale dhe mendore, por që do t'i përkeçonte ndoshta gjithë këtë progresin që ka bërë shteti suedez në drejtim të përmirësimit të gjendjes tyre, kështu që nuk më merr mendje që do të marrin pjesë. Çka desha të shtoj më herët është një pjesë, nëse më lejohet. Po, të lutem. Te mbrojtja si e Naim Oselit si Granit Klavës, të